S'ka bre ma lezet se kur vjen edhe shet që është u mojt premtime. Ka si puzzle ka kjo. Falenderoj edhe tyje për angazhimet që i të bërë gjithë komunën e Prizrenit, po dhe në komuna tjera. Apo i kujtohet rruga Behamir Memaj në Prizren nuk ka qenë e asfaltu me kur, nuk ka qenë e shtëru me kur prej mas luftës e knej. Që kësire një pamjet? Mas të s'ka ku shkën, peshet një edhe, qështu, kaj të rruga. Reportajin e parë në këtë rrugë ku po me 15 shkort. Kësire një? Kësire eksperienca që është me kalu knej. Absolutisht e të mërshme. Po e sheni, do me thonë, absolutisht e pakalushme është knej. Qërë një herën e dytë ashtë në reportajin e dytë, e pas ka shtru zhavër, këto ka qenë gjendje të mërshme herën e kalume. Qka ka ndodhë edhe qka më ka thonë drejtori i infrastrukturës në komunën e Prizrenit, zoti Islam Mukimeri? Në pranverën ku të fillon tash me rregullu edhe koha. A merr shumë kohë Islam, 1 muj, 2 muj? Po e besoj të bëna 3 muaj të fillohet aty. Na kemi ardhur vend ngjarjes edhe fatmirësisht e kemi gjetë këto të punu kompaninë projektuese e cila ka fillu me shtrimin e kubzave në këtë rrugë. Jam absolutisht i lumtur që po ndodh kjo mas kaq shumë vjetëve, kjo lagje me shumë degëzime që po e sheni, po largohet nga lloqja dhe po shtrohen kubza. Hajdeni t'ju kallëzoj tashti ku kanë fillu punimet. Absolutisht fantastike, do me thonë është janë 50-100 metrat e parë, me thonë. Këtu kanë me shku 3-4 akse, janë degëzohet rruga, derisa të mërrim të ajo pjesa që e kemi gjiru, do me thonë qysh po e sheni, veç ka fillu puna këtu s'ka bre ma lezet se kur vjen edhe shet që është u mojt premtime fantastike, po më hidhet në fakt s'dip se s'pja bëj edhe vetë. A bën me shkel pak së me i qita dhe në mja unimu pak. Aj të kësyrëm që shpja bën? Qishto, a? Okej, këtu po bekan vetë në vend, do me thonë. Që kjo ka e thyme, a i bjen kjo? Jo, Dyat qishto, a? A onën tjetër? Qishto, a? Okej. Qërë mëre që shumë për 7 ka? Direkt? Tashti? Qishto? Ka si puzzle ka kjo. A është punë e shtirë kjo? Me vo qishto se është një varë, nuk është veç me i qitë këtu edhe me shtëru një herë me rafshu e me. Ko gja vështirë është. Let nuk ka, i këtu me i kop 4 copa i kopa dhe u lova. Jo vëllaj, let nuk është. A ki eksperiencë shumë që të punë? Po bolë vëllaj. So? Për mi 25 vite. Jo, 25, unë i kom 30 krejt. Po mirë dhe, po, unë e afer gjatë vite jam. Ti eksperiencë sa unë e vjetë, gati. Okej, qashtu, po. Na i shkrojtëm drejtorit të shërbimeve publike, jo po infrastrukturës në komunën e Prizrenit për historisë të kalume, e thërëm me ardhë këtë, tha që po vi, edhe të këshyrëm të pysim për sot ditë ko me u kubzu. Kjo rrugë na tregon ai planin dinamik. Ndërkohë, hej, mos harroni që to operimet e mia në teren kishin qenë të pamundura, mos t'ishin kon sponsorat e mi, posta easy, super customer service, super shpejtësi ndërgesa, nëse keni punë me post, s'keni nevojë as me menu, doni postën easy me thirr, edhe Delta Group rrjeti i pompave me 21 pika top kualitet derivatet. Atëhere Islam, na erdhëm qashtu qysh na ke premtu, do me thonë, na ke thonë si kryon kushtet e favorshme atmosferike, me fillimin e pranverës, kanë me fillu punimet, lezet me po qishtu të punu, dorën zamër. Po, çdo herë, çdo rrugë që punohet ka lezet edhe krijohen kushte të mira edhe për shtetarët. Na çdo herë jemi për të mirën e shtetarëve këto. Falenderoj edhe tyje për angazhimet që i të bërë gjithë komunën e Prizrenit, po dhe në komuna tjera. Siç e dinë edhe tani ku patëm biseduar herën e fundit, patëm thonë që momentin që rregullohet koha, fal kushtet atmosferike na do të vim këtu, edhe përkundër faktit se me mjete financiare janë shumë keq me buxhet, për shkak se marrëveshjen që ka bërë qeveria me sindikatën e arsimit,
dhe barën për pagesë për kontrata kolektive ka lënë komuna. Okej. Dhe neve veç këtë vit vetëm Drejtoria e Shërbimeve Publike dikon 19 milionerë ka marrë për investime kapitale. Okej. Kemi shumë vështirësi për implementimin e kontratave që i kemi dhe që kemi paraparë për këtë vit, si edhe do të kemi shumë vështirësi edhe për punë që kanë qenë aktive për ekzekutimin e punimeve. Por ne në këtë rast kemi dhënë fjalën të ju edhe banorëve këtu në këtë lagje që do ta bëjmë intervenimin dhe në koordinim edhe me operatorin kemi kërkuar që ta bën të pamundrën që të këto rrugë të shtrohen me kubza dhe ne kemi filluar siç kemi thënë dhe premtimin që kemi dhënë të tillë kemi filluar të shtrojmë kubzat këto pjesë në disa pjesë të disa akse të rrugëve kësaj lagje, edhe pse aksi kryesor në rrugën kryesore ku e lidh që delin dalje këto ka probleme kontestore. Po, aty s'ka me ushtru një herë, e kuptova. Po, ashtu ka qenë edhe kur e kemi diskutuar herën e parë, domethënë për shkak se është rast i hapur qytetësor. Përderisa të përfundojnë procedurat e gjyqit, momentin që përfundojnë ne edhe atë rrugë, edhe atë taks do përfundojnë. Okej, Islam, do me thonë me qitë intenzitet, se ko gja frek ja këshin fillu edhe shpejt kanë orë deri qëto, për sot dit pritet me u kompletu qëto akset? Unë për shakt nuk kam qef fort jep ditë, kam thënë edhe herën e fundit kur kemi biseduar dhe kur kemi bërë ingjizimin, kam thënë që mos më kap për fjalë me datat, kam thënë që përfaqësuesin e kompanisë të mbi të gjitha besojmë shumë bas intensitetit të punës dhe operatorit që është shumë serioz, jo vetëm në këtë rrugë, po edhe në pjesë tjera që është kontraktuesi komunës tonë. Besojmë që brenda 10 ditë do të përfundojnë gjitha aksat që nuk kanë probleme kontestore. Okej, brenda 10 ditëve. Hej, që ka që bëjme e njerëz, mos harroni, nëse që kjo që ka bëjon e ju pëlqen juve, siguroni një follow me ma bo, Facebook, Instagram, TikTok, do me thonë shumë për mu.